Peshkimi në Vlorë mes vështirësive dhe mungesës së vëmendjes nga institucionet. Prej vitesh, peshkatarët janë duke u hasur me vështirësi të shumta, edhe ata të cilët e cilësojnë si hobi apo edhe për të nxjerrë të ardhurat e përditshme. Hamdi Odaj pranon se prej vitesh peshkon kryesisht në zonën e plazhit të vjetër, por situata ka ndryshuar nga viti në vit. Peshku mungon, është shumë e vështirë të gjuash, ndërsa mungon vëmendja ndaj këtij sektori. Jeni çdo ditë? Po, dalim nga njerë, vetëm për qefa, nuk dalë për ditë, dalë shumë rrallë. Sa vite ke? Vite sa të duash, të rjetën me marrë me peshkimin. E keni patur pasion apo edhe punë, si? Jo, punë. Punë, po, kam pasur edhe punë, se ka pasur rase që s'ka pasur punë. Edhe jemi marrë me këtë peshkimin, edhe këtu peshkoja, në këtë vënd këtu. Futesha në ujë dhe gjoja. Më krahaso pak, ju thatë që kemi vite, si ka qenë deti atëre me sot përsa i përket gjallësa dhe perje, ka pat më shumë apo? Gjallësa ka pasur plot edhe të këmë të vinë, sot nuk ka fare. Asë një gjë nuk ka fare. Peshku nuk të vjen fare këtu. Vetëm nga rjetat e këtyre që kanë bërë privatisht, që gjuajnë buzën në kësaj dhe heqin dhe ushqimin e peshku, se peshku del edhe për të hedhur vezët në anë të detit. Vezët, po. Edhe prishen me anë të rjetave. Ju peshkoni me krim, si është peshkimi juaj? Ja, me krim, ja. Më trego që procesi, se si e keni? Procesi, qa procesi e të mëson vetë? Merë grepin edhe kallëmin, konë grepin me krimin, e jetë në detë edhe... Rini gjatë anës detit? Edhe nuk zëm, po tani me këtë periudhën e kësaj tranzicioni nuk ka pasur gjë fare gjë. Viktori Meraj jeton prej 30 vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në Vlorë vjen shpesh ndërsa me një mjet të vogël skaf del për peshkim. Por situatën e sheh mjaft problematike prej vitesh. Vlorë nuk e ndëron me asgjë, por fatkeqësisht sipas tij ka ende shumë për të përmirësuar edhe në sektorin e peshkimit. Jetoni në Amerikë? Po në Washington. Keni ardhur së fundmi në Vlorë prap? Po. Apo jeni zhvendosur? Jo, vetëm kam ardhur kështu në pushime për disa problemet e mia. Vlora është, si thua, në sa ja ime është. Edhe dua Vlorën, po ashtu dhe këtu kemi rritur, kemi kaluar rrugojtje. Gjysmë në jetë se kam kaluar këtu. E mi të sot ju gjem me peshkatarët këtu anës plazhit. Po, kam një motoskaf, po tash e kam çor për lyrje, për mirëmbajtje dhe fus në aprilli. Dhe këtu, po të shikosh për peshkimin këtu, s'ka një rregull. Këtu gjuhet, si thosh, në mënyrë jo njerëzore. Këtu kanë lihen rrjetat brenda në det ditë natë, 24 orë. Po jo një, po janë shumë. Çfarë do bëj peshku? Zihet ai më i vogël kur thatë juve, edhe ai më i vogël zihet edhe. Nuk i lihet peshku të radhë që të lëshoj vezët, të rikalkulojnë për këtë në vëndet që duhet, ka pat peshku më parë dhe që është e varfëruar. Prej vitesh peshkatarët i drejtohen zonës së plazhit të vjetër për të peshkuar dhe duke kërkuar të nxjerrin të ardhurat e tyre, por mungesa e vëmendjes nga institucionet mbetet prezente ndërsa peshkimi në Vlorë përballet me vështirësi të shumta.